Një tjetër socialist pritet të shkojë pas hekurave. Apeli i GKK-s ka lënë në fuqi dënimin me 1 vit burg për kryetarin e Bashkisë Rogozhinës Edison Memollën. Ky i fundit është shpallur fajtor për korrupsion në zgjedhjet e pjesëshme të marsit të vitit 2022, ku ai kandidoi për socialistët dhe rezultoi fitues. Sipas provave të mbledhura nga hetuesit, Memolla ndërhyri pranë OSHE-s që të mos u ndërpritej energji elektrike debitorëve, me qëllim që ata të votonin në zgjedhjet e pjesëshme. Memolla u hetua në gjendje të lirë dhe në janar të vitit 2025 u dënua nga GKK, vendim të cilin e ankimoi në apel ku shpresonte për pafajësi. Gjyqtarët nuk pranuan kërkesën për pafajësi apo në alternativë dënimi në shërbim prove për Memollën. Në fuqi u la edhe dënimi i heqjes së të drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5 vjeçare. Apeli i GKK-s la në fuqi edhe vendimet për 3 të pandehur të tjerë, Blerim Xhamani, Isuf Tosku dhe Ndriçim Tafxhafa. Me këtë dënim të formës së prerë pritet që Memolla të vihet në pranga, duke lënë bosh postin e kryetarit në Bashkinë e Rogozhinës. Bashkia do të shkojë në zgjedhje të reja, të cilat ligji i parashikon të mbahen jo më afër se 30 ditë dhe jo më larg se 45 ditë nga krijimi i vakantës. Ky zhvillim nuk është surprizues për qytetarët e Rogozhinës, të cilët brenda 7 viteve kanë votuar 5 herë për kryetarin e bashkisë.